Shikon, unë jam I bindur që ti nuk e din çfarë qeveria ndërheqë dhe çfarë detyrë. Mos u ndërhy. Mos abuzo me detyrën. Për me tregu që kjo seancë ka logjik, si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë opozit. S'ka Kosova opozitë dhe opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi I projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverin, Neni 31 thot që qeveria në dorëheqje, thot nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thot që këto kufizime, Neni paragrafi 5 I Neni 31 thot vlen edhe për qeverin në detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin në kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverin në dorëheqje, thot ka drejt me propozu ligjin për buxhetin në kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen, zoti Murati, vetëm për qeverin në dorëheqje, jo qeverin në detyrë. Unë do ta lexoj, meqense ka nevojë me lexu, thot përjashtimisht, pra nga ajo e mos propozimit ligjeve, qeveria në dorëheqje ka drejt të propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria në dorëheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri I Drejtësisë, ish ministri kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverin siç është përcaktuar në 28 për qeverin Qeveria atu flitet për qeverin detyrë, mos I përzi. Shikon, unë jam I bindur që ti nuk e din çfarë qeveria ndërheqë dhe çfarë detyrë. Mos u ndërhy. Mos abuzo me detyrën. Jeni nën kryetare e kuvendit, unë jam deputet, unë po moj fjalë se kam me ty debatën e kam me qytetarët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj dhe ka një arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është ndërheqje, kuvendi që ka zgjedhur atë qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë ndërheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, të nderuar koleg, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. U tha që komisionet nuk mund të formohen sepse ende nuk dihet kush është pozit e kush opozit. E pavërtet gjithashtu. Kjo vlen vetëm për 2 komisione. Është komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s, të cilin duhet ta udhëheqë opozita, dhe është komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, të cilin gjithashtu duhet ta udhëheqë opozita. Por të gjitha komisionet tjera nuk mvaret kush është pozit e kush opozit. Ato përcaktohen, zgjedhen, kryesimi I tyre zgjedhet varësisht pra nga madhësia e grupit parlamentar. Grupi parlamentar më I madh zgjedh I pari, pastaj I dyti e kështu me radhë. Ndërka shpërbërja e vetë komisioneve reflekton fuqinë politike të grupeve parlamentare dhe s'ka të bëj fare a është pozit apo opozit. E aq më pak për 4 komisionet e përhershme, të cilat duhet të funksionojnë pat apo s'pat qeveri fuqiplot, sepse janë komisionet të cilat mbikëqyrin edhe institucione tjera vitale që s'kan të bëjnë fare me ekzekutivin. Pra kemi gjyqësorin, kemi institucione tjera të pavarura, avokatin e popullit, ndërmarrjet publike, pra Regjia, një minutë ju lutem. Të gjitha këto institucione pra s'kan të bëjnë fare me qeverin. Pra apo I bie që përderisa s'ka qeveri, duhet kuvendit I mbikëqyr këto institucione, pra kjo e demanton edhe një herë qëndrimin e pasakt të zotri Grudës. U fol edhe për Nenin 31 paragrafi 5. Më lejoni t'ja rikujtoj zotrit Gruda, siç e kam bërë edhe pak më herët në Facebook, që paragrafi 5 nuk thot kufizimet në paragrafin 1 të këtij neni, por thot kufizimet në këtë nen. Pra që nën kupton edhe paragrafin 2, edhe paragrafin 3, edhe paragrafin 4. Pra nuk vlen ajo që po thot zotri Gruda, po këtë që interpreton qëllimshëm. Kufizimi nën kupton pamundësinë me pru ligjin. Përjashtimi thot ligji mundet me pru qeveria që është në dorëheqje. Këto janë shumë të qarta, mos mendoj që kam debat më shumë me juve. Fakti edhe njerë po them që keni zgjedhur të mbroni me një ekonomist për çështje juridike tregon shumë. Vjen keq. Së pari, nuk është në rregull që nuk e lexon Nenin deri në fund, paragrafin deri në fund, pra paragrafin 5 të Nenit 31, sepse ky thot kështu: kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlejnë edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në Nenin 28 paragrafi 1, nën paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati I qeverisë përfundon, paragrafi 1.1, me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit.
Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri në detyrë që të dërgoj buxhet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në këto rrethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashk gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashk edhe sot për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Me pos një vend Ministre Drejtësisë 5 vjet, një person që se dallon kufizimet për i përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlen, kufizimet. Nëse gjeni një jurist pavarur në këtë vend, që e thot këtë që po thot ish ministre e drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik, jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykat Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mojeni mend pe me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë.